Shiko, sot jam tek qendra kulturore e fëmijëve këtu në Rrëshën. Është një aktivitet shumë i rëndësishëm për rinin e mirëlidhjes, dhe jo vetëm, por sidomos për tri, nëse e shkollave, ata që janë tri që punojnë në administrata, punojnë në shoqëri të ndryshme, ata që kanë lokale, që janë në resorte turistike dhe kudo. Është një projekt shumë interesant. AI ose inteligjenca artificiale në dorën time. Një projekt që ka sill Rafaela Rica. Flitet për teknologji. Unë do ta ndjekte, por du të them dy fjalë. Sot mirëdita është në pikën më të keqe sa i përket teknologjisë. Është vërtet në pikën më të keqe. Dhe mentalisht, edhe nga psikologjike, edhe nga formimi, dhe nga gjithçka tjetër. Ne për fatin e keq vazhdojmë të kemi retorika boshe. Nuk mund të heci, nuk mund të zhvillohet mirëdita me kësaj lloj retorike. Janë disa shembuj shumë të mirë tri, si marr Bajron Nikolli me përmend edhe këtu ke salla, i cili vazhdon përmes teknologjisë të jetë një nga bizneset turistike më të mira në Shqipëri. Janë rreth 8.000 vizitorë, turistë, javor, ditor e tjerë që pret në mënyrë ciklike nga gjithë botë. Po ashtu janë disa që punojnë në biznesin online. Biznesi online që punojnë, ne nuk I dim ata, por që punojnë në përshpia. Kemi një rast një qifi që Gerardi këtu me anën që është suedeze, kanë qenë në Tiranë, kanë lanë Rrëshën, rrinë këtu dhe punojnë online dhe paguhen shumë mirë. Ndaj do me thënë, sot ky projekt është shumë I rëndësishëm dhe unë ju bëj thirrje familjeve, të rive, nxënësve të shkollave. Është duke ardhe epokë tjetër, nuk është as epoka ime. Ama edhe atyre të tjerëve që nuk shohin dhe s'lexojnë asgjë fare, nuk është epoka tyre, është epoka e teknologjisë. Sofistikuar, madje. Do ta sjell një special edition duke falënderuar shumë Rafaelin, që është një nga militorët më të suksesshme në Tiranë edhe në Ballkan. Me Iceberg Communication, Rafaela këtu ka lind, këtu është shkolluar dhe është bërë ajo që është sot. Kështu që e ndjekim, do t'ja u jap për mes speciale, ndjekim të që po zhvillohet këtu. Ky është një projekt I ideuar për organizuar rrethësinë të të rinj, të cilët janë nga qytetet në Rrëshën, Rrugë edhe Tiranë. Është një projekt që kemi ndërtuar dhe ideuar me shumë dashuri edhe me shumë kujdese për të vazhduar dhe për t'u hapur një një si të rinj për shfrytëzimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Në ka pak shumë bashku për se si do jetë historia e projektit. Të bëjmë trajnimin që jemi prezent dhe pastaj do të vazhdojmë në projekti do të 8 muaj është parashikuar dhe aktualisht jemi 6 muaj të asojshme për mbyllje. Në muaj prit do të bëjmë eventin për mbylljes. Ju në grupe 4-5 veta do të punoni për të realizuar vepra produkte audiovizuale të cilat do të shfaqen në eventin final. Më të mirë do të kenë edhe stimuj material, do të tipit laptop, kamera, si do jenë të parashikuar në fund të eventit. Gjithashtu, një pjesë për jush, ata që të kenë më të predispozuar për marrë pjesë dhe për të angazhuar seriozisht në projekt, do të jenë të ftuar edhe në Ballkan Film Market, që zhvillohet në dhjetor në Tiranë. Tani do të them edhe një gjë personale, që ky është ky projekt drejtohet nga Rafaela Rica, e cila është një vajzë mirëditore, dhe prandaj ne kemi fokusuar në këto qytete të rrethimit. Ju uroj suksese dhe punë të bashkë. Me teknologi për I 17 vjeçës. Aq sa mund të keni mosh apo të merrem teknologji. Sot kam qef të flas pak për si mund të prireni për të mësuar teknologjitë e reja. Çfarë mund ta bëhet, çfarë do të bëhet, kush janë profesionet që ju duhet ato do përzgjidhin atë ardhmen dhe kur shkoni në universitet, çfarë do të zgjidhni dhe çfarë nuk do të zgjidhni. Mund të përfitojmë. Tani teknologjia o po e bëni praktikë të vogël, tani teknologjia e një pikë që vajnë më të skale, që quhet Singularity Point. Singularity Point është një
ngjarje me inteligjencën artificiale në vitin 2030, kur çdo kush mund të arrijë të bëjë çdo gjë. Dhe në përket inteligjencës artificiale do të kërkoj ca mjete, ca tulsa, në çdo gjë që për kemi shumë. Comic Center libra të animuar, që janë në përgjithësi japonez, dhe unë duke inspiruar comic books kam krijuar historinë e superheroëve me inteligjencë artificiale. Ky është një imazh i gjeneruar totalisht nga inteligjenca artificiale, por krijuar një libër për superheroë. Funksionaliteti. Edhe mund të thonë kam dëshirë të mësoj për kodimin. Dhe inteligjenca artificiale fillon ju shpjegon detajet se si fillohet, unë po e nis. I thua, dhe fillon edhe shpjegon për çfarë do të gjëja. Unë hyra programimin, po ju mund ta pyesni inteligjencën artificiale për çfarë do lloj ideje dhe prezantimi. Mund të shihni website-in të bizneseve të ndryshme për minimalisht 300-400 euro. Kështu që mund të ketë një biznes fitimprurës edhe duke ndërtuar duke përdorur inteligjencën artificiale, duke mësuar kodimin. Kështu që ndërkohë që po zhvillohet website-i, një nga mjetët e tjera interesante është AI agents. How it works. Every meeting of the Flemish government in Belgium is live streamed on a YouTube channel. When a live stream starts, the software is searching for phones and tries to identify a distracted politician. Please stay focused. Was featured and important. Çfarë ishte përdorur inteligjenca në këtë rast në Parlamentin belg, për ata që ndoshta se kuptuan, ishin vendosur kamera dhe sa herë që një deputet belg kap të celularin në dorë, fotografohej dhe fotografohet fotoja e tij postohej automatikisht në Twitter dhe duke bërë tag që ne nuk paguajmë për të në celular, por paguajmë për të qenë deputet. Dhe inteligjenca artificiale në këtë rast i bënte video gjitha deputetëve dhe i postonte në Twitter. Ju që jeni fansa TikTokut, mbani mend këngën që plasi shihemi verës tjetër dhe u bë shumë e famshme? Ajo është një këngë me inteligjencë artificiale. Unë kam bërë një këngë për rëshenin e këtë rast, kam gjeneruar një tekst dhe dëgjoni pak këngën. Kjo është një aplikacion që të Suno. Me inteligjencën artificiale që ju jeni një biznes online dhe doni të thoni çfarë avantaje përkuruse të mos tani tuaj, ajo e kompletuar të tjerë. Ja të vendosni unë lëk e website tuaj dhe unë lëk e kompletuar tuaj. Në këtë mënyrë i thua se website i kështu mirë dhe në një mënyrë So much emerging technology is just a show.
someone can be forgiven for not being able to distinguish fact from fiction. Take this car, for example. Can it drive autonomously or not? The short answer is absolutely. That was Shweta Sriprasad, Senior Product Lead for Driving Behavior at Waymo. What you're looking at is the Waymo driver in action. Adapted for a variety of vehicle platforms, that is the most advanced, fully autonomous driving technology in the world today. What you notice pretty quickly is that these aren't normal vehicles. Take this Jaguar I-Pace, for example. It's been equipped with an elegant array of sensors and software, which allows it to move through the city. Para shumë vitesh kam nisur biznes, që është një kompani marketingu, evenimentesh, reklamash, dekor sezonale që ndoshta ju i keni parë në Tiranë. Dhe sot kam besim e veçantë me qenë këtu për të dhënë këtë trajnim që për mendimin tim është shumë se sa t'ju japësh para, është t'ju japësh dije. Sikur se thotë dhe një proverb kinez, mbase e keni dëgjuar, po një proverb kinez thotë, jepi një nxënësi ose njeriu, thotë ai, një peshk dhe ushqen për një dije. Jepi një njeriu dije se si të peshkoj, edhe e ke ushqyer për gjithë jetën. Dy vetave, 3 ose 5 vetave këtu mund të jetë ai momenti që t'i shënjoj karrierën në parë. Unë e di që ju jeni tërë, një student në vitin e parë, apo student në shkollën e mesme, bardhopive, por jam i bindur që 2 ose 3 nga ju mund të dalin nga bankat e kësaj shkolle dhe ta nisin me një karrierë pune në Tiranë. Dhe unë ju siguroj se ky është dhe qëllimi që ne kemi, që mbas këtij trajnimi të kemi mundësi që disa nga ju t'i angazhojmë për projekte të tjera të ndryshme në Tiranë. Kështu që sa veta kanë dëshirë që të fillojnë të angazhohen që tani, pa në universitetin akoma për projekte të tjera, ta ngrenë dorën. Shumë mirë. Por çdo që ngren dorën, unë do doja që te goca, te ema dhe te kësaj të lejnë emrin, sepse ne nuk duhet ta mbarojmë këtu këtë udhtim tonin. Ky do jetë vetëm fillimi i një rrugtimi disa mujore. Çfarë do duam që të bëjmë është që pas trajnimit që tani kemi nderin, që të kemi profesor Ilir Butkën, së gjithashtu të kontrolloni online. Kush ishte kjo vajza, Rafaela Rica, që është rritur në këtë qytet, kush është sot? Dhe kjo ishte përdorimi më i mirë që mund t'i bëni telefonit sot. Pra, kur të dini të pyetni kush ishte kjo goca? Kush është Ilir Butka, kush është Andaruri dhe kush do tjetër që do ju flasi. Përpara gjëja e parë është me pyet me kë kam të bëj. Mbasi e keni mbyll këtë, do vi një ditë, sepse unë e di, unë takoj goca mërtidore pa fund në Tiranë, në New York, unë kam jetu 20 vjetë New York, që ta kemi qëmë. Kam bërë shkollën në Amerikë, kam bërë filma në Amerikë dhe janë kthyer. Kemi bërë një kompani së bashku me Rafaelën dhe Ilirin, dhe ne punojmë me median audio-vizuale. Pra, oportuniteti ishte aq i madh në Shqipëri, sa që ne shumë nga njerëz mund kishim shkëlqyer kudo në botë, jemi këtu sepse ka oportunitet. Shqipëria është në fazat e para të një suksesi shumë të madh. Kështu që ju jeni gjenerata që mund të kapitalizoni, është fjala e dur, duke mësuar disa aftësi shumë të vogla. Jam i sigurt që gjithë ju keni rrjetet sociale. Është moment që jashtëzakonshëm në të gjithë biznesin dhe teknologjitë sot janë vërtet në dorën tuaj, nëse keni shumë pak interes. Sigurisht në hapat e para është intimiduese, duken shumë gjëra njëkohësisht dhe nuk i mësojmë dot. Pyetja ime është shumë e thjeshtë, qenë më të vogël, shumë nga ju jam i bindur që kanë dyqan të mamit, të babit, shumë nga ta kanë biznese të xhallarë dhe të mijë të shtëpisë. E keni idenë se sa të huaj kanë ardhur në Shqipëri dhe punojnë si digital nomad. E keni dëgjuar si term ndonjëherë? Sepse mundësitë reale nga Rëshëri, nga Tropoja, nga Konispoli sot njerëzit po bëjnë miliona. Qoftë edhe vetëm me Instagram, qoftë edhe me TikTok. Dhe ka një mundësi të pafundme nga gjërat më të çmendura që të gjithë e dini si mund të kapitalizohen, tek gjërat më të komplikuara. Dhe nuk është se çdo njëri nga ju do të bëjë gjëra shumë të mëdha. Puna është që teknologjia sot ekziston
për atë që në themi të tregojmë historik vogla. Çdo të thotë të tregosh një historik vogël, qoftë edhe duke qenë në pushim, çdo minutë e ditës tuaj mund të përkthehet me lekë, mund të përkthehet ka shumë bashkëmoshatar të juaj edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, mosha 15-16 vjeçar që janë bërë milioner, me punë, me një kompjuter thjesht në shtëpi, me telefon. Nuk e keni idenë që janë bërë influencers, po jo vetëm kaq, po kanë hapur kompaninë marketingu dhe bëjnë reklama për bizneset e vogla. Sigurisht janë banka, sigurisht janë bizneset e mëdha. Dhe aty janë reklama që ne nuk do t'i bëjmë dot kurse për disa vite, por ju siguroj, janë kaq shumë biznese që duke hutur në punë teknologjinë e avancuara, sot mund të bëni ide. Unë kam shumë pjesë mohabet, unë në një rrugë që është Nuk do të ekspozojmë të punë, por do të shpekoj që se cila për jush do da për të qëtë. Edhe për tema, po edhe nesh, eksaktësisht një që tjetër. Edhe zërë që sa, edhe së njështë. Ndoshta që ato se vizioni të pajisjes dhe pjesa potenciale. Dhe brenda saj po shohim gjithë marrëdhënia në politikën e ndeshjes të raportit të Ministeriut dhe pjesa potenciale. Asaj që pronë funksionierën. Mënyra se si të ndërtosh raportin, jesh i qartë në atë që bën, jesh shumë i qartë në atë që ti sugjeron pajisjes, qoftë në program që mbështetet nga Agjencia Kombëtare e Rinisë dhe shoqata nga e cila vjen ne, është një aktivitet që do jetë për 8 muaj. Kush ka interes? Kush pati sot një ndezje të një lampe, sepse kemi pas gjithë në një moment. Ju lutem, pasë nuk do jeni të gjithë, po sikur t'jetë 5 veta për një është rast suksesi. Sikur 5 nga ju, ne t'kemi mundësi, t'i marrim, t'i orientojmë në karrierë, është shumë rëndësishme që ju sot, po t'ju pyes gjithë, sa të bëni kur të rriteni, mos toni gjithë doktor, por të dini vërtet çka keni dëshirë të bëni. Dhe atë që ne ilustruam sot nga Tomi dhe profesori Liri tek Damioni, duhet të kuptoni që me shumë pak mund të merrni ato fotot e vjetra të nanave, gjyshëve, dhe mund të merrni një ide si që kishte pas vajza e Liri, të bëni një film. Mund ta bëni vetë në këtë moment që po flisni një film. Mund të bëni sikur se ta toni një këngë. Mund të bëni një reklam që ta fusni në rrjetet sociale dhe t'ju paguajnë. Pra mund t'ju paguaj dikush nga këta që ka biznes dhe ju të filloni që tani të gjeneroni të ardhurat, filloni të bëni para vetë, pa që të varur nga prindi. Dhe për më tepër, ne do ta vazhdojmë të aktivitetin edhe në Tiranë. Do e kemi muajin tjetër në Rubik dhe më pas do i sjellim ato që kanë qenë vërtet interesuar. Do të kemi aktivitet tjetër në nëntor dhe në dhjetor kemi aktivitet me filmin dhe do keni mundësi që të zhvilloheni profesionalisht. Ju lutem mbajeni pra kushdo që ka pas dëshirën dhe që sot tha, këtu mund të jetë një moment që mund ndryshojë jeta ime, të kontaktoni emën edhe erën tani dhe lërini emrin që ne të kemi mundësi që t'ju ftojmë personalisht që të vini në Tiranë. Ju lutem, lërni kontaktet dhe ne do vazhdojmë për 8 muaj një rrugtim bashkë dhe pas 8 muajsh ne t'jeni sigur që do ju kemi dhënë një profesion që ndoshta nis tani dhe vazhdojmë më tej me studime që mund të bëni në shkollën e mesme në universitet dhe pse jo secili nga ju mund të bëhet një sipërmarrës së ardhmes, mund të bëhet një artist, mund të bëhet një regjisor, mund të bëhet këngëtar, mund të bëhet gjithçka që mjafton mos keni limit dhe mos atë besimin e limituar që kishte ky djalë s'do ta keni asnjëri nga ju, sepse secili nga ju mundet me